Këto një bardh, por është me farë, ka moshën rreth 25 vjeçare, do të ndroj gjithë këto 5 rreshtat e parë, cilin do të bëj një rrush Victoria, pasi e kemi prerë këto, e kanë nxjerrë para një jave, po ta shohish, kanë nxjerrë ato pa pastërtit, dhe është gati që do ta bëj provën e shartimit. Në lëkur nuk do ta çajm fare, do ta bëjmë një metodë të re që ka sukses. Ja. Tu do e ba. E do i bim. E qajmë pa këtu. E bëjmë në këtë mënyrë. Dhe do e vëmë këtu. Ja, shumë e thjeshtë. Ja. Ja, mish. Ja, pra. Bëm sprehjon. Edhe e vëmë, është shumë e thjeshtë. Ja. U bim pak, lehet, ok, edhe vetëm e izolojmë, ja, këto do e bëjmë pa balt, sepse zen, ki plasmasi është apustafat, e mërtëm mirë, izoluar. Këto e kemi izoluar me pastë. E vëmë dhe pak plasmas. E vëmë pak plasmas për qefin tim. Edhe është më i sigur që nuk pastë nuk e lanë as shiu as qepë. Me që ne e kemi këtë dhe ja vëmë për sigurin tonë. Garantomi që ki do ikë 200%. Dhe do ua të regoj kur plasin mish. Ja. Dhe pse i kam vu pla, stinën e vetë, dhe vedhe këtë. Nuk kam përdorur botën time, karakteristike. Kjo është me praktike, është direkt për shartimin e kanë nxjerrë, sepse modernizimi është kulmin e saj. Ja. Kjo është me zotin para 100% e sigurt. Marakli, respekte dhe së shpejti pas 10 ditësh kam plan që bëjnë që këto 100 rënd nga ki lloj varieteti nga rrushi Victoria. Respekte.